Do të vi në studio sot si përmarrësja Olivia Jaupaj. Wow, Olivia e bukur. Mirë se vjen. Po sa e bukur je. Faleminderit. Nuk e di ati apo lulet, por... Po këto janë për ty. Faleminderit, shumë faleminderit. Lutem, i meriton. Shumë të bukura. I ke bërë vetë besoj? Po, patjetër. Kishte si të ndonë të ndrysh. Shumë faleminderit. Shumë, një buqet shumë e bukur, një surprizë shumë e bukur. Të falenderoj. Të falenderoj për gjithë llastimin e bukur. Olivia, të pëlqen këndi? Po. Unë nuk do t'i heq lulet nga duar tani, me shumë mundësi. Ti mbaj? Po, ti mbaj, pse jo, po të janë. Olivia, ne kemi këtë këndin e bukur sot të indeksit të Gjelbër, ky kënd i realizuar për ty, dhe do të flasim sot për lulet, për kompozimet e luleve që mund t'i dhurojmë vajzave të reja, një vajze 15 vjeçare, cili do t'ishte kombinimi më perfekt dhe më ideal për të... Tani, këto lulet që ti më solle mua sot, nuk t'u duka si 15 vjeç, jo. Për fatë të keq, jo. Jo, mu duke si 15, si e shumë e bukur Nuk i dhurohen, duat të një 15 vjeçare? Jo, pra, ky ishte qëllimi. Mirë, Olivia, ti vjen si një vajzë e re, cila prej disa vitesh në fakt merresh me sipërmarrjen, me kujdesin e luleve, me kompozimin e buqetave të ndryshme, e në fakt ke një profesion krejtësisht tjetër, sepse do t'jesh një infermiere e ardhshme, vazhdon shkollën në vit të dytë për infermieri, por është dhe një make-up artist, kaq e bukur dhe kaq e talentuar. Tani, do të punojmë edhe gjithashtu do të kemi mundësi edhe të flasim, si erdhi ky pasioni yt për lulet? Atëherë, si fillim, si biznes, e kishte mami im. Më vonë, ajo vendosi ta mbyllte, unë isha në shkollë, isha në gjimnaz. Pra, e kene një farë mënyrë të trashëguar? Po, nga mami. Pastaj, duke vazhduar shkollën, bëra edhe një kurs bazik për make-up. Për qef, edhe ajo, jo, asë njerë se ka menduar që mund të kthia në profesion. E di për çfarë më vjen mirë që vajzat e reja sot janë kaq të talentuara dhe kaq të guximshme për të nisur sipërmarrjet e tyre, edhe pa pasur frikë, por ja kështu me guxim edhe për t'ia dalë. Më vjen shumë mirë. Tani ti more këtë shportën. Kjo shporta do të na shërbej për? Këtu do vendosim kompozimin me lule, do bëjmë një kompozim me ngjyra të mbla pastel, tek roza, tek e bardha. Një mix. Okej, do t'i fillojmë dhe do t'i komentojmë, të lutem? Po, patjetër. Do t'i komentoj tani apo? Po, patjetër tani, teksa i bëjmë të dyja edhe i komenton. Okej, këtu kemi sport. Po. Kam vendosur të bëj një kompozim me trëndafila të bardhë, me këto mini trëndafilat ose ne i quajmë roziline. Rozilini. Po, këto që janë pak roz. Do vendosim këtë matjollën. Kemi edhe krizantemën Leila. Mirë, okej, do të nisim edhe do të fillojmë? Si kompozohet një sport? Ndihmojnë ata sfungjerët? Po, këto janë sfungjerët, të cilët, po t'i shofësh, nuk kanë pesh fare, janë shumë të lehtë. Jo, shumë të lehtë që në kanë. Po? Dhe me ujë, do më thënë, duhet t'i vendosim të... Po, nëse do të ndihmoj më thua, jo? Ka problem, mund t'a vendosim? Apo ja del vetë, jem mësuar që ja del vetë, mirë. Shumë mirë. Tani, kjo merr ujë, e thithojnë, dhe ndërkohë që kjo merr ujë, merr dhe peshë ndërkohë, dhe kjo bën që kur lulet vendosen këtu, lulet janë më të freskëta, do të thënë qëndrojnë më të freskëta dhe kanë një gjatësi më tepër se sa një buqet normale. Besoj që edhe ushqehen, se duhet jetë ky qëllimi kryesor i këtij sfungjeri, po. Që marrin më shumë, kanë më shumë një gjatësi. Shumë mirë. Dhe do ta vendosim këtu këtë? Po, si fillim, jo, një sekundë. Jo. E pa duruar, unë e pa duruar. Nuk ka problem. Si fillim, do vendosim të letrën se për siguri. Që edhe të ruajmë pjesën. Hajde ta bëjmë bashkë, hajde. Mos më thuaj që kuptove që s'po më duroj edhe dua t'i mësoj, jo? Jo, unë kam shumë shef, po tani po më duket sikur jam në punë, edhe unë nuk dua ta vendos klientin në siklet, që të them hajde më ndihmo. Kënaqësi të mësoj diçka të re sot. Po nëse ke dëshirë pse jo. Po mirë, cilat janë lulet që trëndafilat, ti përmende paka shumë ke trëndafilat të që qëndrojnë, edhe ngjyra roz, me sa kuptova ishin ndër më të preferuarat, por a ka lloje të tjera modelesh që... Lule po thua? Po, lule. Lloje të tjera lulesh pra që mund të vinë si modele të ndryshme për t'u bërë dhurat? Po, vajzave të reja? Po, së fundmi është... Nuk e di, unë mendoj që së fundmi trendi ka qenë lule e peonës. Peonës, e kemi këtu? Po.
Prandaj e mora, sepse është e tillë. Shumë e bukur. Dhe është një lule, është edhe më e shtrenjtë fakt sa trëndafili dhe ka aromë shumë, po ka aromë, shumë aromë mirë. Dhe ajo ka se s'po gjej tjetrën, po. Sa e bukur. Dhe zakonisht këto vinë kështu në formë topi. Dhe në momentin që dalin jashtë frigoriferit në ambient të ngrohtë, po çelin dhe bëhen të tilla. Shumë e bukur. Kjo ishte kështu. Kjo është peoni? Po rrugës u hapë. Kjo është peoni? Kjo është peoni. Dhe së fundi ky është trendi për mendimin tim dhe ja ka kaluar pak trëndafili. Vërtet? Po mirë, trëndafili besoj është një lule e cila ka një tjetër domethënë hyn në një tjetër veçanti dhe lloj dhurate apo jo? Mendoj që do ngelet gjithmonë trend. Ti mendosh ta? Si dhuratë nëse durohet një trëndafil, mendon? Po, i kuqi më shumë. I kuqi më shumë. Në kompozimin që ne po përgatisim sot, do të vendosim, ky është një trëndafil i bardhë, të cilin ti po e punon dhe po i hap fletët. Tani komentoje dhe tregoje aty, nëse do t'i tregosh të gjitha teknika tregoje, mos na mbas gjithë të fshehur. Jo, absolutisht unë edhe gjithmonë në rrjetet sociale, në për TikTok, në për Instagram, gjithmonë jam shumë e hapur, nuk mbaj asnjë sekret fare, nuk e di. Ja, do ta bëj tjetër dhe do ta shpjegoj se si. Ta bëjmë çik pistu tani, po. Nuk ka problem fare, ne jemi një laborator. Edhe këto do të duhen apo në fund? Në fund do t'i vendosim ato. Po i lë këtu atëherë, bukur. Edhe në fund i vendos. Ja kthej petalet kështu në këtë mënyrë. Hapen, a? Po, i hap. Ka njerëz që edhe nuk i preferojnë, ka klientë që thonë të lutemi dua gomxhe. Do kisha prit mos e dëmtoja. Jo. Madje kështu më duket se del më i plot, më i bukur. Shumë e bukur është një më i pastër. Se kisha ndeshur ndonjëherë një trëndafil të tillë. Edhe kjo është trend. Shumë e bukur. Për momentin. Të paktën për mua dhe për klientët e mi, po. A është ngjyra roz, një ngjyrë mbizotruese edhe dominuese për dhuratat për vajzat e reja, apo guxojnë edhe me ngjyra të tjera? Është mendoj edhe pak me pjesë karakteri. Jo gjithmonë janë tek roza, varet nga natyra e njeriut. Po edhe rasti, varet ka të bëj shumë rasti, varet se për çfarë rasti ti do t'i dhurosh ato lule. Po që po. Roza për vajzat adoleshente dhe... është e bukur, a? Shumë e bukur. Edhe është gjithmonë një mundësi dhe një alternativë shumë e mirë. Shoj që do t'a kombinosh me zambak. Ne i quajmë kala, këto zambakët. Vjoll, si quhet, nuk e di. Po, lila, zambak, po ne në gjuhën tonë i quajmë kala. Kala. Besoj që je e mirë informuar me të gjithë terminologjinë e luleve, ma do mendja, Olivia? Po, mundohem. Shiko, është një fushë, si shumë fusha tjera, nuk ka gjithmonë shumë informacion dhe gjithmonë ka gjëra të reja, gjithmonë do mësosh gjëra të reja. Nuk e ndjej veten gjithmonë që di shumë. Jam gjithmonë në kërkim. Kjo është një gjë e mirë, sepse kjo tregon që ti je gjithmonë në kërkim të gjërave të bukura edhe je gjithmonë në kërkim të perfeksionit tënd për të punuar sa më shumë e për të realizuar sa më shumë buqeta dhe kompozime të bukura. Të hedh një sy një herë këtu se çfarë bëhet. Ato trëndafilat e kuq që nuk mungojnë besoj në asnjë vitrinë të dyqanit të luleve, por shumë të bukur gjithashtu edhe trëndafilat blu, por që madomendja nuk janë shumë të preferuar për këtë grup moshën e po flasim apo jo? Së fundmi po. I preferojnë së fundmi po, i kanë shumë për zemër, shumë qef këto trëndafilat blu po. Shoh edhe disa trëndafila pak si pastaj tjetër që ka shumë kolore, nuk e dia, do t'i vendosim ato këto që janë këtu në cep, këto tjera? Këto? Po. Ta marr dy? T'i vendosim, po mirë. Do të ndihmoj? Po, shumë mirë do bësh. Edhe pastaj nxitojmë të dyja që mos na përfundoj koha pa bërë ne. Që i adhurojnë shumë janë edhe lulet e borës, janë këta. Urdhra? Mund t'i presësh. T'i pres? Po. Këtu? Jo, shiko, gjithmonë përjet mbaj lulen kështu, dhe gjithmonë duhet ta presësh në mënyrë diagonale. Po duhet ta masësh, këtu. Mere të lutem, se nuk duhet të bëj dëm lule se gjuna. Unë gjej vendin moj, po. Jo, duhet ta bëjmë të saktë, duhet ta bëjmë kompozimin të saktë, të bukur në mënyrë e vendos, edhe ti e sheh vetë se si ti do ta vendosësh, po gjithmonë duhet ta presësh kështu. Pse? E ndihmon
Po, sepse e merë edhe ujin, merë më mirë pra ushqimin e vetë. Po mira, ndihmon kjo lloj teknike që edhe kur i kemi lulet në vazë, nëse i presim pak mund të kenë më shumë gjatësi? Po, gjithmonë dhe duhet ndruar uji i luleve, edhe ne që i mbajmë në frigorifer, çdo 2 ditë. Çdo 2 ditë ndronë. Po. Ja, këshillat mira, këshillat vlefshme në indeksin ton të gjelbër me Olivia, një specialiste në kujdesin për gjithashtu dhe kompozimin e buqetave të bukura të luleve. Dhe sot ne po bëjmë një kompozim në një shport për një vajzë të re. Pra është një sugjerim nëse ju doni që të adhuroni një 15 vjeçare, një vajzë e cila ka një përvjetor, mund të jetë një dhuratë shumë e bukur, e cila vjen e sugjeruar nga Olivia në këtë rast. A të kërkojnë shpesh, Olivia, që të duket shporta sa më e mbushur edhe me sa më shumë ngjyra? Tek ngjyrat jo të gjithë guxojnë që sportat ketë shumëllëshmëri ngjyrash. Janë më shumë për shembull që të rinë tek një nuancë, tek për shembull tek roza, po nuk guxojnë që rozën ta kombinojnë me të verdh ose me bojqell për shembull, që unë i adhuroj këto lloj kombinimesh, por kur kam klientë që thonë, e di çfarë të duash, ato bëj ato dalin më të bukura. Aty arrin më shumë të realizosh. Po cili është guximi më i ose më saktë kompozimi më i guximshëm që ke bërë? E ke një të veçantë? Po thua për ngjyra, apo po thua që në tërësi një kompozim, një kompozim që ti e ke realizuar edhe me cilin edhe krenohesh, edhe e ke çuar diku, është bërë dhuratë edhe është pëlqyer. Më pëlqen shumë, kam bërë një buqet me 170 peone. Edhe po, ishte dhuratë. Mos i harrojmë, ja ku i kemi. Po, i kem llogarit 170 të tilla, ishte buqet. Dhe djali që e mori për të dashurën e vet as nuk e ngrinte dot. Se e kishte kërkesë që të lutem të ma bësh një të tillë, po shiko se dashura ime nuk duhet ta ngrej dot. Tash okay, do ta bëj që as ti mos ta ngresh dot, i thash, edhe po, as ai se ngriti dot si përfundim. Po, besoj që duhet të ketë një dhuratë shumë e bukur edhe shumë e veçantë. Këto lule që kam vërtet shumë të veçanta, shumë të bukura, edhe me sa duket janë edhe trend tani më peonet, siç thotë Olivia, të cilat mund t'i kompozoni dhe mund t'i çoni jo vetëm si një buqet kompozuar bukur, por edhe në një sport të tillë, në një kompozim të tillë, në një sport vërtet do të dukeshin shumë bukur dhe do të bëni të lumtur kujdo që do t'ja dërgonit. Ku jemi tani, është mbushur sporta? Po, është mbushur. Edhe me sa shohim ngjyrat janë bukur, të shpërndara, pra janë të kombinuara shumë bukur. Kjo do të thënë që edhe syri jot është stërvitur tani edhe i... Po, tani edhe mi kapartiste... E vërtet është. Mundohemi. Shumë e bukur. Ja ku i ke këto të dyja? Kemi nevojë për tjetër, po? Më duhet... Mos e neglizhoni një dhuratë, një lule. Më shumë porosisin vajzat apo djemtë? Vajzat, po, djemtë janë më të nqefët, më thënë, janë shumë më të fshetë, po jo se nuk porosisin. Edhe nga ata që s'ta pretmendja, ata që thonë, jo, ne nuk bëjmë lule, pa ata bëjmë më shumë. Mirë, shumë mirë që kanë ndryshuar këtë mentalitet. Shumë mirë. Dhe do ndryshoj akoma, kam shumë besim që do ndryshoj. Për mua lulja është dashuri, është, nuk e di, vetëm kur i shef që nuk janë të tuat, ndihesh shumë mirë, edhe ta ndryshojnë atë ditën. Aq më shumë pastaj kur ti dhuron dikush, një person i zemrës, bëhet jep edhe më shumë vlerë, jep edhe më shumë rëndësi. Mua më pëlqen mënyra si ti po e kompozon këtë sport, që trëndafilat disa po i hap, disa të tjera më të vogla po i lë petale të pahapura. Kjo tregon një larmishmëri vetëm të luleve, po edhe të mënyrës edhe modelit se si ke zgjedhur që ta sjellësh. Urdhra. Me që ishin edhe kryefjala e ditës sot. Dhe i vendosim në këtë sport, gati për t'i adhuruar një vajze në ditëlindjen e saj. Nuk ka rëndësi tjetë edhe 15, edhe... Po pa tjetër pra ndaj tash një vajze të re në 15 vjetorin e saj. Po. Kështu, ka nevoj këtu, po? Po, ato do t'i plotësojmë me... Me? Do t'i plotësojmë me... Çfarë kujdesi duhet të tregojnë për
për këtë buqet tani më, për këtë kompozim më sakt? Në momentin që dhurohet dhe personi e merr, apo nuk ka nevojë për asnjë lloj kujdesi? I vetmi kujdes që mund të bësh, është shumë e thjeshtë. Fakti që ka vakumin e bën shumë të thjeshtë kujdesin e tyre, sepse e kanë aty edhe ujin edhe gjitha, por në momentin që kjo mund të thahet, vakumi, domethënë kjo sfungjeri. Pra nëse shohim, mjafton që ta prekim edhe nëse është e thatë, atëherë duhet që ta uisim. Po, siç ujit vazot me lule. Kanë rezistencë buqetat të tilla? Po. Sa mund të më shumë se sa buqetat e tilla, kompozimet të tilla, të cilat janë në sfungjer, kanë më shumë rezistencë. Pastaj varet dhe lulja, që se për shumë krizantema me trëndafilin, krizantema ka më shumë rezistencë. E qartë. Si lula. Megjithatë, ndaj janë edhe specialistët në këtë rast që ti kompozojnë e ti bëjnë bukur në mënyrë të tillë që t'jenë sa më jetë gjata lulet edhe të mos shkoj asnjë lule dëm. Tani ky dyqani jon ju pëlqen këtu? Besoj që po, nuk kanë asnjë dyshim ata që na shohin, një dyqan i mbushur kështu me lule të bukura, plot ngjyra, arome mirë, edhe një kompozim i bukur nga Olivia sot. Do t'i shtojmë? Këto quhen eukaliptus dhe janë detajet e fundit që unë i bëj buqetës. Që jep më shumë volum? Po, më shumë volum dhe kjo ka dhe aromë shumë. Arome, ndaj doja të po e djeva. Shumë arome mirë. Edhe këto do t'i presim? Një ka gjethet dekoruese më të preferuara. Ta vë këtu një? Po. Shko, buqetat nuk kanë një rregull të artë, ose një rregull të shkruar, se si të vendosen. Është e gjitha çështje fantazie, çështje frymëzimi. A të frymëzon hera herës edhe eventi apo rasti për të cilin patjetër, për të cilin mendohet kompozimi, kjo më doli shumë i gjatë, çfarë duhet të bëjmë? Ka problem sa rregullojmë. Apo ta lë kështu? Po, hiqe fare. Hiqe më mirë, një moment. Okej, sepse e ke shumë të gjatë. Ja, specialistja dhe mjeshtria. Në mënyrë me një hershme, e kap situatën edhe... Ska që le të rrinë dhe ashtu të lirshme të varura, se... Shto, pa. Nuk ka problem. Mirë, ne jemi edhe drejt fundit, tani më, edhe unë do doja që taftoja dhe Antonetën. Antoneta. Sa shpejt ka ikur... Dyqani në shi hapur, dyqani luleve eja të ne, plot indeksi të gjelbër. Jemi 24 orë, se unë punoj pa orar pa orar. Shumë të bukura. Kompozime që me të vërtet do t'ja zbukuronin ditën çdo personi që do t'i merrte. Sidomos në vajzave që i duam aq shumë. Na i zbukuruan e këtu në studio në pak minuta që i patëm, imagjino të jetë një dhuratë. Po djemve i dhurohen lule? Pse më bëra të vështrim, Olivia, çfarë do të thuash? Nuk dua të jem paragjykuese ose nuk e di. Por ka ende punë të bërë, janë ende jo shumë tolerantë djemt. Olivia, mund të bësh diçka tjetër, një kompozim po jo me lule ose si di. Shumë vërtet mirë. Punimi që sapo bëri ishte i mrekullueshëm. Ky ishte një kompozim që Olivia e solli për të gjithë teleshikuesit e programit Eja të ne. Nëse doni të dhuroni një vajzë të re ta bëni ato të lumtur, një kompozim i tillë me plot lule të bukura, shumë ngjyrë dhe shumë llojshmëri lulesh, do të ishte ideali. Të falenderoj shumë për vajzën punëtore dhe shumë të aftë që ishte sot. Faleminderit shumë edhe për lulet. Na e bëre vërtet edhe më të bukur studion ton. Ne do të drejtohemi për të bërë edhe mbylljen e programit. Sot është e premte tham dhe do të kemi pushim më në fund këtë fundjavë. Një e premte që iku shumë shpejt. Si që iku e premtja, iku edhe java, ne do të rikthehemi të hënën me plot energji, do t'ju lëm ta shijoni këtë fundjavë dhe mos harroni, vim të hënën orën 10:30 dhe deri në orën 1 ju shoqërojmë çdo ditë me rubrika të ndryshme, informacione të ndryshme dhe siç them unë gjithmonë me shumë energji të mirë. Në orën 14 do të vi moderatorja Fjodora Fjora me programin e saj Çasti i duhur dhe në orën 15 do të vi moderatori Flori Gjini me programin Kohë Reale. Ju mos harroni të gjitha transmetimet e drejt për drejta, programet e drejt për drejta që ndiqen në ekranin e RTS 1HD, mund të ndiqni tani më edhe në live stream dhe kjo do të thotë që ju nuk duhet të humbni kur asgjë. Do të shihemi ditën e hënë bashkë, do të shihemi ditën e hënë. Kalofshi bukur, fundjavë të bukur.